Kreu i arsimit në rrethin e Pukës Nikolin Prenga mblodhi për të parën herë pas emërimit në këtë postë drejtuesit e shkollave të rrethit ndaj të cilëve ka kërkuar forcimin e disiplinës në shkollë. Për kreun e arsimit është e patolerueshme mënyra se si në orët e zhvillimit të procesit mësimor shikohen në lokale mësues dhe nxënës, çfarë le të kuptohet për mungesën e disiplinës, kryesisht në shkollat e qyteteve Puke e Fusharës. Një ndër problemet që do të jetë kryesor në punën tonë dhe në vjeshmëri do të jetë problemi i disiplinës në punë. Dhe kam bindjen e plotë se nëse do jemi të përkushtuar në realizimin e misionit tonë në shkollë, disiplina, që sot për sot besoj është problem, do të sjellë shumë gjëra pozitive në përmirësimin e punës tonë, sidomos në realizimin e asaj që ne kemi marrë përsipër ta vëmë dhe për cilën paguajmë me taksa bursë shqiptare. Shumë mësues shifen rrugëve në arsimim, informacione, unë uroj të shpresoj se ata mos të jenë kurrë pa informacion dhe të kemi flimin tuaj. Shumë nxënës për qytetet kryesore, Pukë dhe Fusharës, mbushin lokalet në arsimim. Mësues, kujdestar, drejtorët e shkollave, punuesit e shërbimeve, do të marrin masat nëse duan të vazhdojnë të jenë në këtë sistem, për të eliminuar këtë fenomen. Shumë ngjarje nuk relatohen dhe nuk bëhen prezent, por që i një për opinionet publike në për këta. Prenga e ka cilësuar të pajustifikueshme mungesën e pjesëmarrjes së nxënësve nga rrethi i Pukës në aktivitete elitare të vendit, duke shqyrtuar kështu drejtues dhe mësues të shkollave për mangësi në procesin e mosimdhënies. Kena numër të vogël nxënësh që këshin ajo punësi që ne jemi më afër tyre, që në vërtetë jena shumë larg tyre, dhe këtë argumentoj me faktin se sot Puka ka shumë pak nxënës që marrin pjesë në aktivitete elitare kombëtare, dhe kjo ka të bëjë drejt për drejt me punën e dot mësuesve, drejtuesve të institucioneve arsimore. Teksa është ndalur më pas në shumë prej çështjeve për të cilat ai ka cilësuar si emergjente për të vënë dorë një orë më parë, me qëllim rritjen e cilësisë. Kreu i ri i zyrës arsimore ka lëshuar në formë ultimatumi eliminimin përfundimtar të përdorimit të alkoolit dhe duhanit nga mësuesit gjatë zhvillimit të procesit mosimor. Do të heqim dorë një herë mirë dhe do t'i bindim kolektanët se në shkollë nuk përdoret alkooli, në shkollë nuk pihet duhan, sepse nuk kanë asnjë fajat ata fëmijët e vetë drojnë tymin e duhanit ose pavarësishmërinë tonë. Dhe në shkollë kushtet do të jenë të krijuara. Nëse në shkollë nuk i bëjnë këto detyrime të thjeshta, që janë gjithë të realizueshme, unë besoj se ne nuk kena bëu gjë për fëmijët, thjesht kena realizuar prezencën tonë aty, por nuk kena realizuar atë për cilën ne paguajmë, që fëmijët jetë mirë edukojmë, t'japim ata çka mundin e më të mirën, që ata të përsosen edhe të vazhdojnë të jenë të denjë për të përballuar me problemet e shoqërisë sot.